Ndrojmë temë të informacionit dhe flasim për zyrën e koordinatores së agjencive të OKB-s në Kosovë, që ka pranuar rrjedhje në media të informatave nga shkëmbimi i emailave zyrtar me agjencitë e kombeve të bashkuara në vend, bërë të hanë në raport me sjelljet këshillit zyrtarëve të qeverisë në detyrë. Nëpërmjet një emaili dërguar në televizionin Klan Kosova, konfirmohet zyrtarisht se janë në dieni për raportimet e fundit në media në lidhje me përmbajtjen e emailave nisur nga zyra koordinatores drejt shefave të agjencive të OKB-s në Kosovë, duke shtuar se pozicioni zyrtar i OKB-s nuk komunikohet përmes emailave të rrjedhur. Me këtë përgjigje, kjo zyre le të nënkuptohet se raportimi i mbrëmshëm në emisionin Rubicon në Klan Kosova për dërgimin e emailit në agjencitë në umbrellën e OKB-s është i saktë. Unë në këtë, po ashtu në një gjuhë asnjëse, shton se pozicioni zyrtar i OKB-s është i qartë. U takon qytetarëve të Kosovës të zgjedhin qeverinë e tyre dhe se OKB-ja do të vazhdojë të bashkëpunojë me autoritetet dhe institucionet, duke pas prioritet mirëqenien e popullit të Kosovës. Autori i emisionit Rubicon ka bërë një sqarim për situatën pas tentimit të zëdhënësit të qeverisë në detyrë dhe zëdhënësit të lëvizjes vetëvendosje për të lajthitur dhe minimizuar raportimin në Klan Kosova se ka pasur email me instruksione drejt udhëheqësve tek secili duhet jetë raporti i agjencive të OKB-s derisa ka situata politike në vend. Si gazetar, Adriatik Elmendi tha se ruan të drejtën e mosbulimit të burimeve, por që sipas tij, kushdo që ka interesim të pyes në adresat e caktuara sa është dërguar ky email, le ta bëj këtë si dhe ta publikoj përmbajtjen e tij. Ai shtoi se fake news u tha se është rritja e çmimit të rrymës, por u pa se si doli njëjtë edhe me shumë lajme të tjera. Është pikërisht kryeministri në detyrë Albin Kurti, i cili refuzon që të flasë për këtë temë dhe sidomos për dështim në 25 të konstituimit kuvendit. Kur u pyet, sot